Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është Mbretëresha e Shpatës. Në fakt është një letër që kogja e pëlqej, të dashur. Është mbretëresha e së vërtetës, mençurisë dhe fjalës së prerë. Tregon që keni kaluar në për shumë sfida dhe tashmë e sheh botën me sy të kthjellët, pa iluzione, por me drejtësi. Shikoni, në këtë imazh ajo qëndron si një gjigante mbi oqeanin, e fortë, e vetme, por jo e vetmuar. Mban shpatën në dorë dhe gjestin e ndjeshmërisë në tjetrën, një balancë perfekte mes mendjes dhe ndjenjes, të dashur. Jeni bërë më të mençur, të dashur Bricjap, sepse keni kaluar përmes dhimbjes. Tani është koha të flasësh me qartësi, të veprosh me moturi dhe të mos ulesh më zërin për askënd. Ta ripërsëris, për askënd dhe për asgjë. Mos u fsheh më me të vërtetën tënde për hir të paqes së rreme, të dashur Bricjapër. Ka një fuqi të madhe mendore dhe shpirtërore, përdore për të udhëhequr, jo për të mbrojtur. Kujdes që të mos izolohesh emocionalisht. Je mençur, por je edhe njëri që ka nevojë për butësi, do të thotë janë lidhur të gjitha së bashku. Forca jote tregon sa mund të arrini dhe deri ku, por absolutisht jemi njerëz dhe duam dhe atë butësi dhe atë ngrohtësi, të dashur Bricjapër.